Rishjet e rrëmbyeshme të shiut të natës së kaluar dhe era me një shpejtësi të parashikimeve kanë shkaktuar dëme në bregdetin e Durrësit, si dhe vonesa në nisjen e tragjeteve drejt vendit fqinj italisë. Burime nga Kapiteneria e Portit të Durrësit njoftuan se një nga tragjetet e linjës Durrës-Bari nuk ka mundur të lundrojë mesnatën e kaluar, duke e shtyrë nisjen për paraditën e sotme, ndërkohë që parashikimet flasin për një forcim të erës gjatë 24 orëve në vazhdim. Era ka rritur shpejtësinë prej 27 metër në sekond me tendencë rritjen. Të gjitha mjetet lundruese si dhe kompanitë e ngarkim-shkarkimit në portin më të madh të vendit janë njoftuar të marrin masat e sigurisë për të shmangur çdo incident të mundshëm që mund të sjellë deti e gërsuar dhe forca e erës që pritet të mbrijë në 53 km/h. Fortunali që përfshiu gjirin e Durrësit gjatë natës së kaluar ka shkaktuar mjaft dëme materiale, kryesisht në ambientet publike dhe bizneset e ngritura përgjatë shëtitores bregdetare. Si rezultat janë dëmtuar shtylla ndriçimi, pemë dekorative, lojra të ndryshme, tabelat si dhe disa automjete të parkuara pranë tyre.